Një raport përfundimtar që do të përmbajë të dhëna për dëmet e luftës në Kosovë, nevojat e viktimave dhe të mbijetuarve, e rrëfimet e tyre së bashku me një së rekomandimesh, planifikohet të shkruhet nga Komisioni Presidencial për Drejtësi Tranzicionale. Ky komision sipas draft statutit, i cili është ende në fazën fillestare të diskutimeve, do të ketë mandat 3 vjeçar dhe do të jetë në kuadër të zyrës së presidentes me antarë nga fusha të ndryshme. Bashkëpunimin për punën e këtij komisioni e ka ofruar ambasada gjermane në Kosovë, të cilë përmes një përgjigjeje për televizionin, thanë se ky komision duhet të jetë i strukturuar në atë mënyrë që të përfshijë të gjitha viktimat nga të gjitha komunitetet. Sipas mendimit ton, është thelbësore që ky komision të jetë i strukturuar në mënyrë që të sigurojë pjesëmarrje kuptim plot të gjitha komuniteteve etnike, të veprojë me një qasje të përqendruar te viktimat dhe të mbetet plotësisht i pavarur nga dikimi politik. Këto parime janë thelbësore, jo vetëm për mbrojtjen dhe kompenzimin e viktimave dhe të mbijetuarve, por gjithashtu kanë potencialin të kontribuojnë në mënyrë domethënëse në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Të njëjtën e thonë edhe nga Fondi për të drejtën humanitare, duke shtuar se Kosova ka nevojë që sa më shpejt të funksionalizohet një komision i tillë. Kosovë nuk ka pas deri me tani asnjë komision të ngjajshëm, pra komisionet kanë qenë të krijuara për trajtimin e temave të caktuara, për shembull komisioni qeveritar për personat e zhdukun e kështu me radhë. Kështu që që është e nevojshme në Kosovë të ketë një komision i cili duhet jetë gjithëpërfshirës, të mos e anashkaloj asnjë kategori të viktimave, pa marrë parasysh çfarë kategorie i takojnë viktimat, apo në bazë të etnisë së tyre. Në lidhje me këtë, përgjigje nuk kanë kthyer nga zyra e presidentes së Kosovës. Themelimi i Komisionit Presidencial parashihet edhe me strategji nacionale për drejtësi tranzicionale, e cila është në fuqi nga viti i kaluar e deri më 2034.